Sot grupi parlamentari Aleancës ka përgatitur një konferencë për media për atë adresu një çështje që mendojmë është bërë alarm për funksionimin e shtetit Kosovës. Sot jam bashkë këtu me kolegën deputete Albana Bytyqi për t'i adresu disa çështje. Me datën 12 gusht, Qeveria e Republikës Kosovës ka marrë 18 vendime duke themelu 18 komisione, dikun me njerëz të njëjtë, për me I emëru në agjenci ekzekutive, në agjenci qeveritare, në një pozitë si sekretar permanent, në një kohë kur kjo qeveri është në detyrë, kur kjo qeveri nuk ka legjitimitet, kur kjo qeveri është duke e bloku shtetin, kur këta ministra e shkelin ligjin për qeveri, duke u betu si deputet Kuvendin e Republikës Kosovës dhe prej këtu duke hyrë në veturën e tyre dhe duke shku në ministri. Pra, në qoftë se shohim ligjin për qeveri që e kam këtu, ne jeni 31 që flet për kufizimet e qeverisë në dorëheqje, ne jeni 1.3 thot kështu. Kufizimet e qeverisë në dorëheqje. Ne jeni 1.3 nuk inicon procedura të reja për emërimin në pozita publike, për emërimin të cilave është kompetencë në bazë të ligjeve përkatëse. Ta leqi po vazhdojnë me bo emnime, leqi po vazhdojnë me bo komisione, mirë po edhe po përgatiten që jo vetëm në nivel politik të shkeljes së ligjit, të betimit deputetit, ta shkelin kushtetutën, mirë po ashtu edhe në administratë shtetit. Nuk guxon asnjë qeveri e as kjo që nuk ka legjitimitet që ta kthen administratën e shtetit në funksion një partie. Dje kemi thonë që si Aleancë nuk do të lejojmë që të kemi një parti shtet, dhe sot po ju themi që kjo logjik duhet të ndalet me njëherë, këto vendimet jashtëligjshme duhet të anulohen me njëherë, përderisa këta anëtarë të komisionit që marrin pjesë në një procedurë të jashtëligjshme duhet të kenë shumë kujdes, për shkak se Aleanca këtë çështje do ta ngrit në prokurorinë përgjithëse, duke trajtuar këtë temë përmes një kallëzimi penal, për shkak se kjo është mënyra e vetme e jonë që të pengojmë një kapje të shtetit në formën ma flagrante të mundshme. Njerëz që sot punojnë administratë shtetit nuk guxojnë të bien nën presionin e një partie që tash 6 vjet e ka në funksion, e një numër të madh të zyrtarëve të lartë, drejtorë dhe sekretarë që janë ushtrues të detyrës, të cilët janë në pullën politike dhe partijake të ministrit, për shkak se ata me një email janë vendosur si ushtrues detyre dhe me një email mund të shkarkohen nga ushtuesi I detyrës. Kjo çështje në emër të Aleancës e them me përgjegjësi të plotë, nuk do të jetë dhe nuk do të mbetet vetëm deklaratë politike. Do të kërkojmë shqyrtimin e ligjshmërisë së këtyre akteve dhe vendimeve të paligjshme dhe do t'ju drejtohemi organeve kompetente. Ndërsa kësaj qeverie në detyrë ju themi, ndaleni kapjen e administratës shtetërore se s'është e partisë, asnjërs parti, po është e Kosovës dhe qytetarëve të saj. Mos ju bëni presion për me shkel ligjin dhe mos ju bëni shtypje për me marrë vendime që nesër do të janë vendime me karakter penal. Mos I përdorni institucionet e shtetit për zgjatim të partisë. Kosova nuk është dhe nuk ka qenë dhe kur s'ka me qenë pronë e asnjë partie, e as e vetëvendosjes. Ju faleminderit. Urdhani. Në Aleancë
jemi duke i trajtu disa shkelje. Shkeljet do të adresohen në ditët e NVM prej deputetëve tjerë. Për shkak se nuk ka shkelje vetëm në këtë pikë. Ka shkelje edhe në pika tjera, tek rregulloria e punës së qeverisë respektivisht të emëruarit politik. Këtë çështje do ta ngrit besoj për pak ditë deputeti Ramadani. Pastaj ka të bëj me shkeljen tjetër që ndërlidhet me funksionet e dy feshta, që deputeti i betum e ushtron edhe në një zyre ku nuk do duhej të hynte. Pse po e them këtë? Nëse sheni vetëm ligjin për qeveri, tek neni 29, është shumë eksplicite, që ka thot neni 29? Përfundimi i mandatit të antarit qeverisë. Pra kur përfundon mandati i antarit qeverisë? Kur nuk bën betimin, kur jap dorëheqjen, kur zgjidhet deputeti i kuvendit. A një të e kuptu, do më thonë, pika 1.3 e 29 thot në mënyrë eksplicite. Po ne jemi të e punu kallëzimin penal, për shkak se këtu mo veçlishmëri nuk ka. Këtu ka zaptim edhe pa përgjegjësi totale me funksionin publik. E kjo është e papranueshme për ne. Qani, ne si grup do të kemi një takim, grup parlamentar, dhe të shohim për veprimet tona politike si aleancë do t'i marrim. Janë dy probleme të mëdha këtu burime. Problemi i parë është që kjo procedurë dhe kjo praktikë që ka hyrë kuvendi gjatë gjithë kohës është shkelje. Veprimi i subjektit politik që i ka 53 deputet është totalisht i papërgjegjshëm. Ne si aleancë do ta shohim cilat janë veprimet tona. Një ndër veprimet do të jenë adresimet alarmante, urgjente që ndërlidhen me një temë që e thash me shkeljet brutale, flagrante të ligjit, të cilat ne duhet të adresojmë. Do sa i përket veprimit politik, çdo 48 orë do ta diskutojmë sot se si do t'i çosemi kësaj teme. Kjo nuk kupton që ne nuk e mbështesim çfarëdo iniciative që vjen prej partijeve që ishin në opozit, por kjo na detyron neve që ta rivlerësojmë, respektivisht rimendojmë çka dhe si do të sillemi në këto rrethona shumë trona. Sot është data 17 gusht, si mas gjitha gjasave, ajo që po shohim, e po dëgjojmë, e po njihim për eksponentëve të partisë që i ka fituar zgjedhjet, është se ata si planifikojnë me ardhjën me datën 5. Ju e dini gjithmonë e lonë në ditë fundit. Kjo është totalisht një papërgjegjësi, thjesht vëlla, kjo është një katastrofë politike që është ndodhur Kosovës, që edhe njerëz ma skeptik s'kishin mujt me paramenu që vim në qitë ditë, në qitë saat, me konë pa kuvend të konstituum, pa qeveri të zgjedhur dhe para në hajtëshmëri për një president konsensual.